pse mos jemi prej atyre që kur të gabojmë të kërkojmë falje? Nuk po thot Allahu bëhuni perfekt, nuk po thot Allahu bëhuni me laqe, mos gaboni asnjëherë, sepse din se jemi njerëz, do të gabojmë ndonjëherë. Mirë po Allahu po thot kur të gaboni, kërkoni falje. Madje i cilëson robrit e tij të devotshëm duke thënë: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfiru li dhunubihim." Dhe ata që kur bëjnë ndonjë vepër që nuk është e mirë dhe i bëjnë zullum vetes së tyre, ju kujtohet Allahu dhe kërkojnë falje për mëkatin e tyre. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, kush i fal mëkatet pos Allahut? Kush i fal mëkatet pos Allahut? Në Islam ne e dim se mëkatet nuk i fal askush përveç Zotit ton. Nuk kemi nevojë të shkojmë te hoxha, si shkojnë krishterët te prifti i tyre dhe marrin atë si idhull në vend të Allahut dhe i thojnë: o atë, më fal mua. Kush është ai prifti që të fal ty? Edhe ai është njeri si ti, edhe ai ka gabime si ti. Po ashtu edhe hoxha. Hoxha nuk ka drejt që të t'i fal mëkatet. Kjo është ekskluzivisht mes teje dhe Zotit tënd. Nuk ka asnjë farë pengese dhe asnjë farë ndërmjetësimi mes teje dhe Zotit tënd. Nuk ke nevojë t'ja kërkosh, t'ja tregosh gabimet tua askujt. Në thellësinë e natës kur nuk të sheh askush, vetëm Zoti yt drejtoju atij me kërkesë të faljes dhe drejtoju atij me pendim të sinqert, sepse nuk ka nevojë që ti drejtohesh askujt tjetër përveç tij. A e sheh se sa e madhe është feja jon? A e sheh se çfarë mirësie ke që ke lindur si musliman? Andaj mos e lën me kaq, mos e lën që pjesa jote në Islam të jetë vetëm emri yt, Muhammed, Hasan, Ahmed apo ndonjë emër tjetër musliman. Mos e lë që vetëm kaq të jetë hisa jote e Islamit. Po fillo me atë që është më parsore. Mësoje fenë tënde, besimin tënd dhe fillo me namaz, sepse kjo është gjëja kryesore me të cilën mund t'ja fillosh, edhe nëse ke mangësi tjera, edhe nëse ke gabime tjera, filloja me namaz. Filloja me namaz dhe gradualisht përmirësoje edhe gjëra tjera. Me po është gabim që dikush të thoj dhe të mendoj se nëse i ka disa gabime të caktuara, disa mëkate të caktuara, nuk duhet praktikoj asgjë prej fesë së Allahut. Kjo është gabim. Fale namazin. Pse po ja mbyll vetes të gjitha dyert e mëshirës së Allahut? Leje një derë çel, siç ka thënë një mëkatar në kohën e Imam Ahmedit, rahimahullah, të cilin Imam Ahmedi e pa duke bërë një mëkat, e pa duke vjedhur dhe duke bërë një mëkat. Mirë po të njëjtin person e pa në xhami duke u lutur dhe duke kërkuar falje, duke u penduar. Dhe i tha: "O ti njeri, po ti bën mëkat, ndërsa tash falesh." I tha: "O Imam, unë i di gabimet e mia, mirë po nuk dua që t'ja mbylli vetes sime të gjitha dyert e mëshirës së Allahut. Andaj e lash derën e namazit çel, me shpresë se Allahu do të ma fal." Në po atë vit kur shkon në haxh, Imam Ahmedi e shef këtë njeri të përmirësuar, të penduar dhe duke u lutur në Qabe, në shtëpinë e Allahut të lartësuar. Andaj edhe thot: "E la një derë çel në mes tij dhe Zotit të tij, andaj Allahu i aqeli edhe dyert tjera të mëshirës së tij." Andaj leje një derë çel mes teje dhe Zotit tënd, dhe padyshim se dera më e madhe në këtë drejtim është namazi. Namazi është ibadeti më i rëndësishëm që mund ta bëjë një musliman pas shahadetit. Dhe fatkeqësisht në vendet tona namazi nuk e ka vlerën të cilën duhet ta ketë.